deshta pak nështë me bo një digresion të vogël, po që ndërlidhet me temen. Nëse e shohim, në fakt, zgjedhjet mrena LDK-s, mas ti debaklit që pësu në zgjedhjet e 28 dhëtorit, dhe kur u prit që zoti Abdi Gjiku me dhonë dorëheqje dhe Lidha Demokratike e Kosovës me reflektu mas disa humbjeve të zotit Abdi Gjiku dhe ato humbjeve të thella të saj, ai sërish mur votbesimin nga kuvendi i LDK-s që të vazhdoj si kryetari i LDK-s dhe këtu rolin kryesor në sigurimin e votave, si mas informacione që i ka Vjosa Osmani. Në më thonë, Vjosa Osmani e ka jetu ma heret çështjen e presidentes, që mundësit i ka shumë të vogla që zoti Kurti me i adhon mundësin edhe për një mandat dytë, prandaj edhe ka fillu që të merret seriozisht edhe me pozicionimin e saj për të ardhmen. Domethënë, tash, nëse zonja Osmania ka siguru votat, zotit Abdi Gjiku për kryetar, atëherë unë mendoj që zonja Osmani me grupin e vetë, atë sa mundet me marë grupit vetë mrena listës Guzo që i ka mrena listës Lëvizjeve të Vendosje, ajo sigurisht që do t'i bashkohet Lidhës Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e ardhshme. Prandaj edhe ajo vetë e ka pa që, deshta në fillim ta them këtë çështje, ajo vetë e ka pa që mundësit për më bo president edhe njerë i ka shumë të vogla. E qartë, dhe ju e konsideroni në fakt keni një pajtim kështu, ndonë se në